Neda Palluku ka thyer heshtjen për ndarjen nga Ogreni pas 15 vitesh bashk. Në një intervistë me shumë emocionesh në Goca dhe Gra në Top Channel, e rezervuar për detajet, ajo pranoi zhvillimit. Lajmet janë të vërteta, nuk është hera e parë që jam në këtë situatë. Një gjë e ngjashme ka ndodhur edhe 5 vite më parë në 2020-ën. Atëherë ja kemi dalë ta kapërcejmë, dëshirë shumë e madhe për të mbajtur me thonjë familjen e bashkuar. Si çdo nën, si çdo grua shqiptare, nëse do ktheja kohën prapa do bëja të njëjtën gjë. Nga i ribashkim erdhi në jetë goca ime e vogël Suzian. Prej shumë vitesh tashmë, marrëdhënia nuk është e shëndetshme. Prej disa kohësh jetojmë të ndarë. Kjo është gjithçka që dua të them për këtë, sepse do doja që këtë moment ta menaxhoja me privatësi, sepse prioriteti më i madh i vetëm absolut janë fëmijët. E pyetur se si janë fëmijët, ajo u tregua e prerë duke i kërkuar Rudina Dembacajt që të mos e ngacmoj tek fëmijët. Neda u pa e përlotur teksa fliste për ngjarjen për të cilën deshi ta ruaj sa më shumë që e mundur privatësinë.